Kreu i PD, Sali Berisha, premton se brenda 3 muajve të ardhjes së tij në pushtet, pensionet do të bëhen të gjitha 200 euro. Gjatë takimit që ai zhvilloi me pensionistët, u shpreh se ata janë duke kaluar ditë të vështira dhe pa mbështetje për të përballuar ushqimin dhe ilaçet. Do japim për çdo shqiptar që merr nën 200 euro, do marr 200 euro. Pensionet e tjera mbi 200 euro do rriten me 20%. Angazhimi tjetër i Berishës është se çdo vit atyre do u kthehet të vëshoja e ushqimeve, e cila sipas tij shkon në 450 euro në vit. Pensionistët nuk do ta blejnë ushqimin me të njëjtin çmim që e blejnë rrogtarët, por shteti do t'u kthejë atyre të vëshën e çmimit. 20% e çmimit. Rreth 450 euro në vit. Sa ju takon ilaçeve, Kryedemokrati tha se asnjë medikament i cili nuk tregtohet të paktën në 2 vende të BE-s nuk do të hyjë më në Shqipëri. Do të zgjerojmë listën e rimbursimit të ilaçeve. 2 gjëra me ilaçe. Ju garantoj që ilaçet pasigurta nuk do hyjnë në Shqipëri në mënyrë kategorike. Shefi i Selis Blu deklaron se qeveria socialiste po tallet me pensionistët, pasi nga njëra anë thotë se nuk kanë para për t'u rritur pensionet, e nga ana tjetër, Belinda Balluku shpenzon 10.000 euro në muaj nga paratë e shqiptarëve vetëm për të larë makinën. Zëvendës kryeministja, që unë e quaj Lubi Balluku, po e ka pak Lubi Balluku, hap tender për pastrimin e përditshëm të veturës saj. Dhe tenderi kërkon Ballukja larje e plot të automjetit brenda dhe jashtë për 30 minuta. Kushtet e tenderit. Pastrim nga brenda bëhet me fshes dhe kompresor. Larja automjeteve me solucion dhe jo furç. Orari kryerjes shërbimit nga ora 7 deri në orën 9 çdo ditë të javës. Automjeti do pres në radhë për kryerjen e shërbimit jo më shumë se 30 minuta. Automjeti Audi A8, 10.000 euro në muaj. Kandidati për kryeministër i opozitës përmendi edhe raste të tjera të cilat sipas tij paratë e shqiptarëve janë vjedhur apo abuzuar për shpenzime luksi. Unë ftoj sot çdo pensionist të hedhë syt në sharr. Ku është djegësi? Kushtoj 130 milion euro, që kushtoj 812.000 pensione, nuk ka nam asnjë shans. Po marr rastin Beketi, e mori dhe e përzuri investitorin italian si armik, sepse televizioni i tij nuk i nënshtrohej. 110 milion euro. Gjoba blen kopshtin e Edenit, se është qefli i madh, ky merakli i madh. 5 milion euro. Sa pensione janë? Nuk është vetura që do të blesh sepse do udhtoj kryeministri apo ministri, po ajo është instalacion për të kënaqur syt Edi Rama.